Të dashur bashkëdhetar, shumë prej juve më kanë thonë që jenë të interesuar më këthy në Kosovë. Edhe pju tregoj se kush po kthehet. Po kthehen brezi i dytë e i tretë. Vajzat e djemë të ri që po punojnë në institucionet Kosovës dhe po e marrë një përvoj pune. Dhe m'ju thonë drejten, jo veç që po bëhet mirë për ato e për ata, se po kthehen në vendlindjen e prindërve tyne, po e shohin qysh është Kosova prej nga e kanë origjinën prindrit e tyre edhe gjyshet e tyre. Po të njëjtën kohë, edhe ata që po punojnë në institucionet tona, kur po vinë fëmija juj me punu, po bohen më të mirë e pa punëtorë. Dhe kategoria tjetër që po kthehet, është dukuria e njëjtë që ju ka ndodhur edhe polakëve edhe turqëve. Pensionistat po vendosin me u kthy në Kosovë, edhe po e kalojnë 2 dekadat e fundit të jetës në vendlindje. Dikur, para gjysmë shekulli, kur dikush i ka pas 65 vjet, kanë thonë plak të kush bo. Po sot 65 vjeqari nuk është plak, a jeton edhe 20 vjet. Po se edhe 30, se e kufizova në 85 pa nevoj. Pra, s'paku 2 dekadat e fundit jetës, pensionistat mujnë me i kalu në Kosovë. Edhe adin ku pedaloj që jënë këthy pensionistat. Kur po uftoj prej një qyteze në një qytet në Kosovë, po kaloj në për fshatra, edhe veç pja u këshyri kopshte. Qati ku regullu bashkja, pe di që u këthy dikosh pe diasporën. E pra, na kemi nevoj për kulturën e jujt punës. Jo thjesht dërgesat financiare, jo thjesht mbështetjen që ju e jepni me të holla e me mjete materiale. Na kena nevoj për etikën e jujt punës, se jeta këtu është organizuar rreth punës. Në shekullin e kaluar, fjala më e famshme Gjermanin në Kosovë ka qenë Gastarbeiter. A e dini cila po bëhet fjala më e famshme Gjermane sot? Ausbildung. Edhe prej juve kena mësu. Unë nuk e kum ditë çka është Ausbildungu. As prej librave që i kum lezu, as prej përvojës që kum pas, po prej bashkëdhetarëve tonë e kum mësu që duhet me e lidh arsimimin profesional me tregun e punës, në mënyrë që për një diplom shkolle të kemi një vend pune. Dhe këtë jemi duke e bërë bashkë me fondacionin PESA, prej Augsburgut, deri më tash 1600 zonësa në 14 komunat Kosovës, në 23 shkolla, në 12 profile, jënë të gjetë punë, pasi që po e kryin shkollën, e bile edhe duke e kryer shkollën. Veç bashkëdhetarët tonë, kur po dojnë mu këthy në Kosovë, po e kanë një vrejtje për Kosovën. Edhe unë besoj me të drejtë. E kjo është që shëndetësia nuk është si në Gjermani. Në fakt është ende largë prej Gjermanisë. Po unë pju të regoj çka jemi duke bërë me krejt dijen e mundësi që kemi. Buxheti për shëndetësi është rrit për ofër 50% krahasuar me vitin para pandemik 2019, me që rast e kemi rrit fondin për listën e re të bornave esenciale për 150% apo 2,5, duke i shtuar 70 borna të reja për trajtimin e shumë smundjeve. I kena ndodhur 6,5 milion euro për shumë borna për smundjet rrolla, se tash diagnostifikimi është maj sofistikuar. Edhe po diagnostifikohen edhe smundje që si kemi diagnostifikuar më herët. Dhe kemi sjell një shtim prej 30% në fondin për trajtimin e tyre, duke përmirësuar ndjeshëm kujdesin ndaj pacientëve. Kemi pespishu buxhetin për vaksinat preventive, kemi 3 rezonanca të reja magnetike në spitalin e Pejës, në spitalin e Prizrenit,
dhe në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, edhe për një mandat pra 3 rezonanca të reja e 20 vjet më herët kanë qenë veç 2 rezonanca në Kosovë. Klinika e re e ortopedisë është përfunduar me kushtet më moderne për shërimin e pacientëve e për shërbimin e mjekëve dhe të inferierëve. Përfshirë këtu 4 salla operative, ndërkaq klinika e onkologjisë, ginekologjisë, urologjisë, kardiokirurgjisë dhe klinika emergjente janë renovuar e transformuar rrënjësisht si klinika. Pagat e specialistëve. Pagat e specialistëve janë në shëndetësi rrit për 50%, duke mbrirë deri në 2.000 euro me shtesa dhe kujdestari, duke i bërë pagat më të larta në rajon. Paga e specialistit mjekësi është më e lartë se paga e kryeministrit Republikës. Pra, ta keni parasysh që në zhvillimin ekonomik, në progresin demokratik, në mbrojtjen e Kosovës nga kërcënimet e sigurisë, të cilat për së brendshmi i kontrollojmë të gjitha. Ka shumë interesa që kemi të cenuar. Po e marrë veç i shembull, segmenti Kijev-Zahaq, 240 milion euro e kanë planifikuar shpërndësimin. E kena kry me 90 milion euro. 150 milion euro janë shpëtuar vetëm të segmenti Kiev-Zahaq. Merreni me mend, diçka që është dashur me kushtu 90 milion euro, ka pas me kushtu 240 milion euro. Janë qindra miliona që po shpëtohen në Kosovë, e që e kanë pas nërmend me i zhvotë me i vjetë. Pra, ka dhe qindra milionat të tjerë, që në vitet e mahershme ja kanë arrit me i zhvotë me i vjetë. Pra ndaj edhe ne, kemi insistuar në byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Në mënyrë që ta përfundojnë njëherë e përgjithmonë atë parullën e vjetër rroga e vogël fitimi madh. Nuk ka më ashtu në Kosovë. Nuk mund është me rrogë ma pak se 1.000 euro me u bë multimilioner. Aty ku ka shpërputhje midis të ordrave edhe pasurisë duhet të ketë konfiskim. Por a e dini çka dashur bashkëdhetorë? Për ta bërë reformën në sistemin e drejtësisë, për ta bërë këtë byro për konfiskim, për ta bërë reformën e prokurorisë dhe gjyqësorit, prapë po duhet me kalu në për gjyqësorin e gjykatës kushtetuese. Dhe këtu është fatkeqësia që po na vendosin pengesa në zhvillimin e hovshëm, duke mbrojtur interesa partikulare të atyre të cilët i kanë humbur pozitat edhe pushtetin politik, por ende parat e pista që ja kanë morë popullit. E parat janë të pista, jo pse janë të popullit, po pse janë në duart e atyre që i kanë të papastra ato. Sepse buxheti i shtetit është buxhet i qytetarëve, ku qeveria përkohësisht e menaxhon duke ju shërbyer qytetarëve. E nuk është pronë aset i qeveritarëve që sillen si zullumqar e pushtetar. Prandaj është tetë e rëndësishme që të vazhdojmë me qeverisjen e mirë dhe është tetë e rëndësishme që të kemi presionin publik, qytetar, kombëtar, njerëzor, shoqëror, që të kemi byro për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, që të kemi